Gëzuar vitin e ri 2026 me superpamje fantastike. 9 janar sot. 9 janar, po kemi thënë deri në fund muajit. Vetëm kam hapur kalendari si duhet, ju jeni akoma nga kopertina. Koleg, mos e gjykoj një libër nga kopertina. Ja, po edhe kopertina është e bukur. Po pra, si ishte festa Republikës. Kemi profesor Ilir Cikon, i cili bën kaq shumë punë dhe kaq shumë projekte, sa që ne nuk dim në çfarë kapaciteti kemi thirrë sot. E di ai se ka nxjerr. A është profesor e vërtet që çdo njeri që ka mund përballë ka të ngjashmin e vet tek bota e shpendëve? Çdo kush mund ta gjej. Koleg Urina. Ku ka syze? Maj. Ti syzet i ke pa numër, i ke vetëm për të një çukapik, po nuk e di nëse Çukapik. Çukapiku qaf dredhur. Domethënë kodët pyes profesor, sepse ne bashkë sa kemi bisedu për ekonominë. Pra, unë jam mundu të bëj pyetje që si kam kuptuar, por ju vjen përgjigje të cilat unë nuk i kam kuptuar. Por gjithsesi, në botën e shpendëve tani ke filluar të njohësh edhe shpendët apo jo, është qasje e hershme dhe mund të them që 5-6 vitet e fundit ndoshta është pak më tepër se sa kam qenë më përpara, që vjen edhe me teknologjinë, me aparatet që mundsojnë ndoshta një afrim më të mirë ndaj shpendëve, gjë që të bën ata të njohin më të mirë dhe të lejon që edhe të fiksosh momentet e tilla. Ideja është që kur ke pas shkuar në fillim me fotografu shpendët, shije një shpend të bukur dhe fotografoje dhe pastaj kuptoje se çfarë, ndërsa tani e gjuan specien. Jo, në dalje, unë bëj dalje të lirë, pra nuk është që jam i dedikuar për të vajtur për të fotografuar detyrimisht një shpend caktuar, unë bëj dalje një shëtitje në natyrë, nuk është se jam specifik për një shpend caktuar, dhe atë që më sjell fati që kam mundësi për të fotografuar në atë kohë që unë i kushtoj këtij pasioni, e fiksoj me aparatin, natyrisht duke njohur ambientin, kam dhe pritshmëritë e mia se çfarë shpend mund të pres, po në secilin territor që ti mund të dalësh me aparat për të fotografuar, edhe në atë më të thjeshtin, edhe në parkun e liçenit po të shkosh, mund të ndodhë që të ndeshësh edhe me shpend të cilët konsiderohen të rralla edhe për Shqipërinë. Profesor, në çdo muaj ka shpend tillë apo është një kohë e caktuar ku këto shpend shtektojnë qendrën shqiptare? Dy grupe mund të ndahen shpendet, pra shpendet migratore, të cilët largohen nga Shqipëria dhe që dimërojnë kryesisht në Afrikë ose në vende më jugore, pra më të ngrohta, dhe shpendet cilët janë rezidentë dhe të cilët kalojnë pjesën më të madhe të vitit në territorin tonë. Sikurse Shqipëria ka edhe gjatë periudhës së dimrit ka edhe shumë shpend të tjerë migratorë të cilët vijnë nga ana e veriut e Europës në vendet e ftohta, zbresin poshtë në Shqipëri për të kaluar dimrin. Pra ka një shumë llojshmëri të kësaj çështje. Dhe pjesa më e madhe e shpendëve, ato që ne shohim për ditë, natyrisht janë rezidentë, po për shembull ajo që ju keni fotografi, Kthetra Verdh, është një shpend i cili është vetëm gjatë periudhës së verës. Skifteri i njëjtë, Kthetra Zi, që është pothuajse e pamundur për ta dalluar nga ky skifter që ju nxirrni. Është një femër mashkull. Dhe që dallimi ka vetëm që kthetrat, vetëm majat e kthetrave i ka të zezë dhe jo të verdha. Ai është një shpend i cili është gjithë vitin këtu në Shqipëri. Pra, varet nga po syri jon si she, duhet syri juaj. juaj. Si që e konsideruar aty nuk është mund ta apo ky është vetëm i verdhë. Janë të dy të verdhë, është një çift. Pra, mashkulli në anën e djathtë dhe femra në të majtë. Janë shumë të bukura. Ka disa foto që kanë dalë çifte, edhe ky është çifte, si quhet ky syke. Atëherë, unë kam bërë një përzgjedhje, aty kemi flamingo, janë flamingo të reja dhe që janë roz. Ishte pak a shumë e rastishme përzgjedhja 13 foto që ka kalendari. Jam përpjekur të sjell edhe një lloj diversiteti, pra të shpendëve të ndryshëm në Shqipëri dhe paraqitje të ndryshme të tyre, qoftë në çift, qoftë edhe siç kemi këtu këtu kemi. Aty kemi Kredharakun, i cili është një shpend i cili gjendet krejtësisht normale edhe në qendrën e Tiranës. Ne e themi Ros, e fusim te grupi Ros, ku e fusim ne? Jo saktësisht, Kredharaku është ndryshe. Po që ka një tipar tepër të veçantë, ndryshe nga shpendët e tjerë, është shpend uji dhe gjatë periudhës së çiftëzimit që fillon tani në këtë periudhë, ka një vallëzim tepër interesant dhe të veçantë, ku të dy shpendët rrotullohen dhe bëjnë një kërcim në ujë rreth njëri tjetrit në njohjen, dhe shpendi, sikurse duket mashkulli, në këtë rast i tregon pra femrës se është i aftë për të krijuar folen. Aty kam mbledhur material që e kam marrë për të krijuar folen, dhe është momenti kur pikërisht çifti i dëshmon pra me prova, nëse mund të themi, që janë të aftë për të krijuar një familje të re.
Do më thënë, burri punon në këtë rast. Po thuaj se në pjesën më të madhe, ndërtimi foles është detyre burri. Ti nuk e interesuar vetëm për pjesën e imazhit, për ngjyrat, për format, po edhe për një marrëdhënie në tyre, pra edhe për mënyrën se si kafshët funksionojnë. Më thënë është një hobi holistik, integral lidhje me shpendët. Edhe brishtësinë do të thosha, pra atë pjesën delikate të raportit që shpendët vendosin në habitatin e tyre me të tjerë dhe veçanërisht me njeriun. Ndërkohë që me kolegun më para ju diskutuat për fatkeqësitë natyrore që ne përballemi, problemi kryesor që ne kemi në botën e egër është rreziku më i madh për të gjithë shpendët është njeriu, të themi. Ne kur dalim në Tiranë ose edhe nga Tirana mund të dallojmë, themun 10 lloje shpendësh. Në Harabel, kur është koha dallandyshet, shohim në ros, në pat nga këto që janë gjysmë të ngordhura në për këto pellgje. Dallojmë gardelinë, dhjomça, kanerin, gardelinë, po për një 10, 20. Kanerinë nuk e përmendim se viktima e fundit ishte në balkonin e kolegut, harroi të jepte ujë. Shumica prej nesh që nuk shohim shumë, 90% të këtyre nuk i kanë parë në asnjë gjendje, përveç se sa në foto. Po. Pra, gati nuk na besohet që këto shpend endemik ose jo, se mund të ketë edhe nga ato shpend që kalojnë një pjesë në Afrikë, le të themi, kthehen për periudhat ndryshme. Kaq pasur është bota jonë shqiptare me zoq? Shqipëria është, unë nuk është se jam ekspert i fushës, po kam përvojë që merren dhe mund të them me plot gojën që krahasuar me vendet e tjera, Shqipëria ka një diversitet i jashtëzakonshëm, sepse një afrimitet kaq të madh të lagunave në njëra anë apo territoreve që janë pranë ujit, pranë detit, me Alpet, me një distancë kaq të shkurtër në vijë ajrore midis njëri tjetrit, është shumë e vështirë ta gjesh në vende të tjera. Të jesh në Zvicër apo në Francë, duhet ke fatin që të shkosh në male dhe të bësh fotografinë. Por ama për të kapur shpendët ujor, duhet të udhëzosh nga ajo pikë, duhet të udhëzosh me qindra kilometra për të arritur për të kapur shpendët. Ndërsa Shqipëria ka një përqendrim dhe pranitë të gjithë shpendëve, ndoshta si në asnjë rast tjetër. Dhe unë mendoj që kjo është një nga avantazhet që ne kemi dhe që duhet ta promovojmë. Unë mundohem, fotografia nuk është thjesht pasion, por një mënyrë është për të dhënë edhe një mesazh për publikun që të gjitha këto që paraqiten në foto janë diçka e përditshme. Shumë pak shpend në kalendar janë shpend të rrallë. Mund të them që ndoshta 2 prej tyre që janë në kalendar, shkaba dhe shqiponja e fushës janë relativisht të rralla. Ja ku doli shkaba, që nga në muajin nëntor. Shpendet e tjerë ju mund t'i ndeshni kudo. Edhe te liçeni artificial mund gjeni pjesën më të madhe të atyre shpendëve që Ju e keni thënë dhe duket shumë e çuditshme në fakt që të ketë shpend kaq të rrallë në liçen. Është e rrallë, domethënë shihet e rrallë në Shqipëri, nuk folezon në Shqipëri, pra që të ketë folen, por me fat gjendet kur kalon. Profesor, ju dini me aparat me vete gjithmonë apo e keni ndarë mendjen që sot keni përdalë vetëm për shkak të foto? Kur dal, sepse aparati është edhe i rëndë, është i madh, kur i dedikohem këtij pasioni, patjetër që kam aparatin me vete dhe dal dhe unë shpenzoj 2-3, ja s'ka ndodhur ndonjëherë. Po 2-3 orë në një fundjavë është diçka që E tha shumë bukur kolegu që me një pjesë të mirë këtyre as i kishim dëgjuar se kemi parë ndonjëherë, më të mendojmë që janë në Shqipëri. Për shembull, më pëlqeu mua i korik, shpendi është shumë i veçantë, quhet blet grënci. Domethënë është edhe si emër shpendi ishte goxha se të tillë emër e kishte edhe në anglisht apo është përkthim që e keni bërë ju në anglisht? Jo, është emri shqip që pak nuk shumë e njoh dhe për Ky është një zog i madh? Jo, është zog i vogël relativisht se mund të jetë pak a shumë sa një më i vogël se pëllumbi, por më i madh se një dallëndyshe do të thoja. Dhe është fare i rëndomt në zonat të caktuara, pra ndeshet në masë në Shqipëri. Po të udhthoni në nuk e di, në Shëngjin, po të shkoni në Kune Vajin, apo ku folezon, shkoni me qindra të tillë. Është zogi i lagunës. Ajo shihet me insekte, jo vetëm me blet, po me shumë insekte dhe ndeshet në çdo fushë të Shqipërisë gjatë periudhës së verës. Dhe me siguri duhet të jetë pjesë e rëndësishme e ekosistemit, sepse ndoshta ushqehet me insektet çik më të pamundura që mund të jenë smura, të infektuara, mendoj, bën një lloj pastrimi. Patjetër, mushkonjat janë problemi shumë personave gjatë verës. Shpendët kanë kontributin e tyre në reduktimin e tyre. Edhe bufi nuk mund duket më bukur se kaq. Nuk duket. Bufi folizon duket si bufi vogël ose kukuvajka është termi që ne përdorim në Shqip. Kukuvajka. Është kukuvajka.
ka një rol të pazëvendësueshëm në eliminimin e brejtësve, të minjve kryesisht në hara, po edhe të brejtësve të tjerë, të cilët janë të dëmshëm për bujqësinë. Dhe është ndoshta diçka që shumë prej fshatarëve, fermerëve, ndoshta nuk e dinë, por një pjesë e mirë e tyre e dinë, që shpendat grabitqar, ku futen shqiponjat, bufat, skifterët, ushqimin e tyre kanë pikërisht atë që është rreziku për bujqësinë dhe mënyra natyrore për të kultivuar, për të zhvilluar një bujqësi të qëndrueshme, qëndron edhe në bashkëtesën me shpend të tillë, të cilët nuk paraqesin rrezik për bujqësinë, por përkundrazi ndihmojnë në. Një nga njohësit më të mirë të shpendëve në Shqipëri është ai që është lart, kryetari i madh, dhe thap që bufi folizon tek Shqupi, nëse kujtohet. E mban mend. Ku ishte fushat elektorale veçanërisht folizon atje, domethënë. Koleg, qafk nuk isha parë kur, e kam dëgjuar shprehje njësi qafk. Qafka shkrejtësisht e ndonë, që ka shumë i bukur. Po është edhe shpend i bukur qafka, nuk e di pse kam përdorur. Se thuhet njësi qafk? Jo, nuk lidhet me pamjen, sepse qafka, të gjitha llojet e qafkave, pra kjo është qafka e vogël, edhe qafka e madhe dhe qafka e hirt, kanë një bukuri dhe këto pamjet kështu si balerin janë tipike për qafkat, por emërtimi nuk vjen nga pamja, por vjen nga tingulli që i. Tingulli. Qafkat ka një thjedhje. E kanë zërin si famë. E kanë si unë sot? Jo, koleg. Pra, qiren me njëra tjetrën kur bërtasin, veçanërisht kur grinden me njëra tjetrën, bën një zhurmë shumë karakteristike dhe prandaj shpreha bën si qafk. Nuk është je si qafk, por bën si qafk. Është pikërisht kur ke një zë që i agresive. Ka e tillë, Si shumë. Profesor, Albanian Ornithological Society, AOS, është akronimi, është shoqata. Pra, është një shoqatë e cila merret, angazhohet pra në njohjen, identifikimin dhe pse jo dhe mbrojtjen e këtyre kafshëve. Dhe ky kalendar është një nga produktet i cili garanton, le të themi, një farë mbështetje financiare për shoqatën, sepse të gjitha të ardhurat që do të mblidhen nga shitja, nga shpërndarja e këtij kalendari. Është shitje, kalendari është shitje. Jo, kalendari nuk është realisht në shitje, pra unë nuk kam kopje të tjera për shitje, sepse nuk e bëj këtë, por nuk është pjesë e ime. Është për sensibilizim. AOS-ja është një ndër shoqatat, për të thënë vërtetën, pasi ka edhe shoqata të tjera të cilët kanë një kontribut të paçmueshëm në këtë fushë, me cilën nuk jam i lidhur, thjesht i njoh dhe i respektoj për punën që bëjnë. Kemi qenë edhe në aktivitete së bashku për të ndihmuar në shpendët dhe kanë një kontribut të posaçëm veçanërisht në rastin e pelikanit, mbështetjes ndërtimit të foleve të pelikanit, në shkëmbën e pelikanit apo mbështetjen e kalit të qyqes apo shpendë të tjerë të cilët janë të rrallë në Shqipëri. Ke pa ndonjëherë kal qyqe? Po, jo, është në fotografi. Unë kam të fotografuar. Në kalendar nuk është, po ja, ai aty ishte, kali qyqes i doli përpara. Nëse regjia mund ta kthej para kësaj ishte kali qyqes. Jo. Unë kam marrë 100 foto. Pra, unë nuk është se kam një lidhje të drejt për drejt me AOS-ën, në sensin që i njoh dhe i kam miq, por dëshiroja që për të mbështetur punën që ata kryejnë, bëra një kontribut modest, pra printimin e kalendarit me fotot e mia dhe të gjitha të ardhurat për 50 kopjet për personat që shprehën interes, kanë shkuar në favor të shoqatës dhe ata ta përdorin në të mirë të mbështetjes botës së egër. Mbasi fotografon shpend, ha më shpend domun? Jo, mund të them. Jo, deri te pulat, po tash në i pul deti edhe gjeli, pula detit, po jo më tej. Se janë shëmtuar në foto, kjo është ideja. Po ti bukur. Kuptoj. Ne gjithatë ka ardhur koha, koleg, që në vend të kalendarëve me vajza të zhveshura të vendosim kalendar me zogjë të zhveshur. Mund t'i bash të dyja, Po s'ka vend. Kalendarin e Petrit unë do e mbaj. Tani të lutem, por gjithsesi kjo është një dhuratë fantastike. Sa bukur që dal zogu, themi. Edhe e mbaj. Zoçka. Mjafton që mos përcaktosh lokalitetin, për të tush zogu Tiranës. Dalën dyshe deti. Sa shpendi bukur, nuk e dijan që ishtë dalën dyshe detit. Është shpendi që pra vetëm gjatë verës tek ne dhe gjendet në pak vende në Shqipëri. Është relativisht i rrallë, relativisht pra jo sa Shkaba apo sa Shqiponja, po hasat gjendet. Profesorët falenderojmë jashtë zani shumë, të urojmë gjithë mirat dhe mbi gjithë përgëzojmë për këtë, se nuk është thjesht pasion, kjo është një lloj kontributi, një lloj patriotizmi, mund ta quajmë me gjithë. Ndoshta është pak fjalët e pruar, por jemi në një të linjë. Sepse të tregosh se çfarë pasurish ka Shqipëria,
si në tokë, si në ajër, si në ujë, domethënë është gjë e jashtëzakonshme. Prandaj falenderojmë që kuptohet edhe për punë të tjera që bëni, por sot ju falenderojmë për këtë kalendar të rrallë. Ecmoj kohën që kalon bashkë. Pas pak do të tregojmë Lorina Matraku, do këndojmë. Ju se unë nuk kam zë sot. Jo, se kur ke zë ti. Unë kam zë. Ke. Këndoj shumë bukur po, kolegu është xheloz. Bëj si qafë tash. Dire bledhë shpendët.